ndërsa Shtetet e Bashkuara shtyn për një forcë ndërkombëtare të stabilizimit që të vendoset në Gaza. Pak vëmendje është kushtuar qendrës së koordinimit civil ushtarak, që u krijua për të monitoruar anëpushrimin, por që anon rënd drejt mbrojtjes së interesave izraelite në marrëveshjen e anëpushrimit. Gati 250 palestinez janë vrarë dhe 1500 ndërtese janë shkatruar që nga fillimi i anëpushrimit në Gaza. Ende nuk kemi kaluar në të ashtu quajturën faza e dytë të marrëveshjes. Se përket ndihmave që hynë në rripin e Gazës, për javët e para, izraelitët lejuan vetëm mesatarisht 90 kamion të hynin në territor në ditë, pavarësisht se ishin të pajtuar për 400 gjatë 5 ditëve të para, pasi cilave thuajse të paktën 600 do të lejoheshin çdo ditë. Për të monitoruar marrëveshjen e anëpushrimit, u krijua qendra e koordinimit civil ushtarak, në cilën të paktën 14 vende dhe 10 organizata ndërkombëtare nxituan menjëherë për t'u bashkuar. Me zbatimin e anëpushrimit, ajo që u njoftua publikisht ishte e paqartë dhe e bëri planin për 20 pikash të paraqitur nga presidenti amerikan Donald Trump të vështirë për të kuptuar plotësisht. Ashtu si me marrëveshjen e anëpushrimit zbatuar në janar, ishte e qartë se marrëveshja do të zbatohej me faza, me të parën që do të përfshinte një marrëveshje të plotë për shkëmbimin e të burgosurve dhe tërheqjen e pjesëshme izraelite nga Gaza. Siç pritej, më shumë se një muaj më vonë, faza e dytë ende nuk është materializuar, pasi situata mbetet pezull, e kapur mes fazës së parë dhe të dytë, e cila ende nuk është përcaktuar. Nga ana e Hamasit, ata u zotuan të ndalonin gjitha armiqësitë dhe të dorëzonin të gjithë robërit izraelit të mbetur, të vdekur ose të gjallë. Izraelitët nga ana e tyre kurrë nuk i ndalën operacionet e tyre ushtarake, prapas asaj që tani quhet linja e verdhë. Kjo linjë që demarkon territorin de facto të kontrolluar nga Hamasi, nga ai ushtrisë pushtuese, supozohet të përbënte 53% të rripit Gazës, por në vend të kësaj ka rezultuar në pushtimin izraelit të deri 58%, pasi ka shkelur marrëveshjen duke operuar shumë më thellë në territorin palestinez se sa ishte rënë dakord fillimisht. Siç është përshkruar nga zyrtarët amerikanë dhe izraelit, plani ka qenë të krijohet një Gaza e re, prapa linjës së verdhë, një territor që drejtohet për tani nga Izraeli dhe 4 grupe të veçanta militante të lidhura me ISIS-in. Sipas logjikës së këtij projekti, ideja është të lejohet rindërtimi kufizuar vetëm në këtë zonë dhe që një e ashtu quajtur forcë ndërkombëtare e stabilizimit të dërgohet në këtë zonë. Kjo forcë, e njohur me shkurtesën ISF, sipas pranimit të zëvendës presidentit Shëbaz J.D. Vance dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio, do të sjellë një koalicion ushtarak shumë kombësh që do të ketë detyrë çarmatimin e Hamasit. Me fjalë të tjera, do të përfaqësojë një pushtim me synim ndryshim regjimi në territor në emër të Izraelit, shkruan gazetari Robert Inlakesh. Ndërkohë izraelitët kanë vazhduar të bombardojnë dhe të qellojnë civil çdo ditë në gjithë rripin e Gazës, duke bllokuar një pjesë të ndihmave domosdoshme për popullsinë civile të territorit të rrethuar pregëtar. Ndërsa organizata humanitare që punojnë brenda kuadrit të qendrës së koordinimit civil ushtarak e bëjnë këtë qartë për të përmbushur misionet e tyre të dërgimit ndihmave dhe kryerjes së detyrave tyre në territor, kombet e përfshira në qendrën e koordinimit janë një çështje krejt tjetër. Pra, çfarë është qendra e koordinimit civil ushtarak? Në thelb, është një organ monitorues dhe koordinues me sili në Kiryat Gat të Izraelit, në verilindet të Gazës dhe, sipas mediave izraelite, drejtohet fillimisht nga Shtetet e Bashkuara dhe së dyti nga Izraeli. Vendet e tjera që punojnë në këtë kuadër po kryejnë gjithashtu veprime në terren, si egjiptianët, të cilët dërguan specialistë dhe pajisje për të ndihmuar në kërkim të trupave të izraelitëve që janë në rrënojet e krijuara nga sulmet ajrore izraelite. Kur izraelitët shkelin anëpushimin çdo ditë, qendra e koordinimit civil ushtarak supozohet të jetë aty për t'i frenuar ata. Megjithatë, ka dështuar plotësisht ta bëjë këtë. Asnjë nga këto kombe që formojnë qendrën e koordinimit civil ushtarak nuk ka bërë ende protesta publike ose nuk është tërhequr për shkak të shkeljeve izraelite të anëpushimit, pavarësisht se ata me siguri janë të vetëdijshëm për atë që po ndodh. Edhe në çështjen e ndihmave, qendra e koordinimit civil ushtarak tani po përdoret si armë nga izraelitët për të justifikuar bllokimin e ndihmave humanitare. Më pas, SHBA-ja, e cila supozohet të jetë udhëheqësja e qendrës koordinimit civil ushtarak, po gënjen hapur për sasinë e ndihmave që hynë në rripin e Gazës, ndonse ka dieni të plot për gjithçka që po ndodh atje, vlerëson Inlakesh.
Zëdhënësi i shtëpisë bardh, Dylan Johnson, pretendon se mesatarisht 674 kamion ndihmash kanë hyrë çdo ditë kur anëpushimi hyrë në fuqi. Megjithatë, programi botror i ushqimit deklaron se vetëm gjysma e ndihmave ushqimore të kërkuara sipas marrëveshjes së anëpushimit janë lejuar të hyjnë. Nga ana tjetër, sipas grupeve palestineze të drejtave të njerëzit, që po monitorojnë nga afër situatën, ata thonë se afër një çereku e ndihmave totale të rëna dakord janë lejuar të hyjnë në Gaza. Po ashtu janë bërë pretendime nga SBA dhe Izraeli, që mund të rrezon lehtë në lidhje me anëtarë të Hamasit që gjoja grabisin kamionet e ndihmave, diçka që është kryer sistematikisht nga milicit bashkëpunëtore të lidhura me ISIS-in dhe element kriminal në territor, shkruan in Lakesh. Se përket të ardhmes së shpërndarjes së ndihmave humanitare në rripin e Gazës, një sër strategjish janë hedhur në tryez nga zyrtarë amerikanë dhe Izraelit. Këto përfshin një brez humanitar të Gazës që do të vendoste mbi 12 pikash ndihme përgjatë asaj që quhet linja e verdhë, dhe një tjetër që do të ringjallte programin e vjetruar Fondacioni Humanitar i Gazës, kryesisht brenda territorit kontrolluar nga Izraeli, ku civilet do të detyrohen të hyjnë në mënyrë të pashmangshme në zjarr për të marrë ndihmë. Deri tani, propozimet të tilla duke se përputhen me një sër strategjisht të tjera, të gjitha të dizajnuara për të krijuar dy territore të ndara në Gaza. Është e qartë se ISF-ja nuk do të jetë ngjashme me forcat e UNIFIL-it të vendosura në Libanin e Jugut, të cilat supozohet të jenë atje për të zbatuar anëpushimin. Ato po vendosen në vend të kësaj për të kryer operacione ushtarake që i favorizojnë vetëm Izraelin. Edhe me UNIFIL-in në Liban, ata kanë regjistruar 7.000 shkelje izraelite të anëpushimit të zbatuar në fund vitit kaluar, duke treguar se është e paaftë të ndalojë agresionin. Nëse Izraeli po pushton ilegalisht territore brenda Gazës, Sirisë dhe Libanit, ndërsa kryen shkeljet përditshme të anëpushimit, konkluzioni vetëm natyral që mund të nxirret është se duhet ndërmarrë dënime të prekshme për ta ndaluar përshkallëzimin. Në vend të kësaj, shohim të kundërtën. Izraelitët po shpërblehen aktivisht nga vendet anëtare të qendrës koordinimit civil ushtarak. Konkluzioni vetëm natyral i këtij procesi të prishur, i cili refuzon ta mbajë Izraelin përgjegjës pas kryerjes së një gjenocidi 2 vjeçar dhe sulmeve ndaj vendeve fqinje, është se e gjithë kjo do të shpërthejë në një val edhe më vdekjeprurës e thune. Vendosja e Libanit dhe Gazës në pozita kaq të shpëruese, ku Izraeli kurrë nuk detyrohet të përmbahet marrëveshjeve të anëpushimit që kanë shkruar, e bën konfliktin të pashmangshëm, shkruan më tej in Lakesh.